Teddy. Yay, do ikim të Teddy. Ne u kthyem, e barën gjerën për sot. Indri po lana drolën, ndërkohë që unë duhet të heq ramullin që kam këtej, që nuk po e kthejtja o tregoj se është një lëmsh. Kam të flas deri nesër, kështu që po, nuk do e them më mirë. Ja ku jam prapë nga dita tjetër. Kam që dje që nuk jam fare në Terezi. Kam dhimbje koke, këputje. Besoj e kam nga që jam pak e blokuar, pak nga periodat edhe bërë të dyja, e ndihem kështu. Por gjithsesi sot është dita e tretë dhe shpresoj që nesër të jem pak më mirë, sepse edhe dje nuk u kënaqa fare, nuk kam qenë mirë. Në fakt ne kishim një plan tjetër. Donim të shkonim, unë doja të shkoja në Berat, në Bugov, më duket, sepse është një ujvar. Endri do të shkonte në Ksamil, të Laj, në det, bashkë me Adrolën. Ne kishim vendosur që do e bënim me letër. Ta shkruanim dhe ku t'i binte, aty do shkonim. Por që, siç e thash, mua merr në periodat edhe në Berat nuk mund të shkoja sepse ajo ujvara, plus ishte një orë nga Berati me makinë, kishte edhe gjysmore në këmbë për të shkuar edhe e sigur që nuk do shkoja dot. Pastaj në Ksamil nuk shkuam sepse u zgjuam shumë vonë edhe derisa të shkonim ne nuk do kishte mundësi njeri të laj në det. E lam shkuam në Vlorë, por që nuk kam qenë fare në Terezi. Mezi kam dënjur, mezi mba syt hapur, nuk e di. Gjatë gjithë kohës kam qenë hajde t'ikim, se nuk pori dot, e kështu ashtu, por gjithsesi Endri u la, Adrola u la gjysmë edhe erdhëm në shtëpi. Tani sot kam marrë Adrolën nga kopshti, është ora diku tek 1:30, 2 pa pak, Adrola po flet, edhe unë po pres Endrin sepse duam të ikim në Tiranë. Do shkojmë të marrim një qenush edhe të shpresojmë që këtë herë do jetë i vërtetit, do me thënë të e marrim, do mundemi ta marrim në shtëpi. Unë edhe Adrola e duam shumë një qenush. Endri është kështu, por që nuk do na i prishne sigurisht edhe do e marrim. Po me kismet do shkojmë të marrim sot. Sa do të vi Endri nga puna. Fola pak me vajzën dje, më shpjegoi disa gjëra, që qenushi ishte 8 muajsh, ishte mini spic, por nga këta që janë pak të vegjël kështu. Edhe më tha që është i mësuar e kështu ashtu, po jepte sepse pronari tek shtëpia që do shkonte nuk ja lejonte, edhe e kuptoi arsyen. I thash që mos të ketë merak, sepse normal kur jep një qenush dihet sa merak ke, se mos atje ku do e çosh e braktisin sërish, apo del në rrugë, nuk e di këto. Nëse i thash që mos të ketë merak, edhe sigurisht që do jem gjatë gjithë kohës në kontakt me të për t'i treguar qenushin. Por që nuk është eksperienca e parë me një qenush, nuk kam thënë që dhe Kikon po e kam adoptuar. Gjithashtu jam kujdesur edhe për një qenushe tjetër, e kam mbajtur kohën e Covidit, e kam mbajtur gati 4 muaj në balkon, sepse ka qenë në një gjendje do të tmerrshme, unë ja kam treguar. Kush nuk e ka parë të shkoj ta shikoj të videot e para që unë kam hedhur në YouTube. Edhe pse nuk jam në gjendjen time më të mirë sot, përsëri do shkojmë ta marrim qenushin.
Shpresoj të më pushoj koka njerë, se diqa. Sërish ndryshim plani. Edhe po ju thoya ndryshim plani, sepse vajza kishte vendosur që ta çonte tek një i afërm i saj. E kuptoj edhe për këtë gjë. Më mirë ta çoshte dikush që e njeh, edhe pse do doja ta kisha marrë. Për Adrolën më shumë. Adrolës i është fiksuar një qenush i bardhë, do një qenush të bardhë. Kurse mua të them të drejtën, kjo rast kam parë që nuk është se janë dhe ashtë të dashur dhe janë për brenda vetë, po që nuk u vë, kështu që gjithsesi iku ky muhabet. Unë vazhdoj të mendoj mirë, nuk e di, nuk kam pikë fuqie. Kështu që sot thjesht dorim nuk do bëj asnjë gjë. Edhe ne më shumë si do shihemi nesër. Sa po kthem nga Gjiroja, edhe e mora këto, te Welli, thash po e provoj njërë këtë maskën, kjo këtu. Nuk e di se si është, po me që ishte në ofertë mora dhe këta. Nga Essence, do e provoj, nuk e kam provuar asnjëherë. Do e provoj tani, edhe do të them se si do jetë. Edhe këtë nuk e kam provuar asnjëherë. Këtë pastaj do e provoj një ditë tjetër. Ka një ditë tjetër sot, mos më shikoni mua me pijame, po është ora 4. Ne do fillojmë të bëjmë gati, sepse temi të dalim pak. Po doja të shtrija flokët, po pastaj për tora, kështu që thash po i bëj gërshet, që derisa të dalim ne, mbasi duken marrë pak kështu si dredha, të shpresoj. T'ju them për atë maskën që bleva dje për flokët? Okej. Mirë. Shka. Concealerin do e provojmë tani bashk, se si do jetë. Nuk e kam ide se ku do ikim, por të shikojmë. Me të parë i thënë sa e përme. Merri një zarf dje nga YouTube-i, edhe pyeta pak ChatGPT-n për çfarë bëj fjalë, edhe sigurisht kishte të bënte me YouTube-i, sepse direkt sa po merrja ajo më shkoi në mendje që ishte nga YouTube-i. Tani nuk e di çfarë të bëj, ta plotsoj, nuk kam idenë. Do pyes në një nga vajzat që jeton në Shqipëri nëse i ka ardhur, edhe çfarë duhet bëj me këtë zarfi. Nuk e di sa i rëndësishëm është. Por u bërëm gati shpejt e shpejt, nuk ju tregova asnjë gjë sepse do vonohesha më shumë pastaj. Përdora këtë edhe okej, nuk është i vendosa shumë, por që ndryshimi duket nga herët e tjera, nuk e di a e dalloni dot ju. Ngjyrën nuk e di. Kam marrë atë të duhurën, sidomos për këtë periudhën tani, pastaj më vonë kur të nxjihemi mbasi do marrim ndonjë tjetër. Okej, deri tani më pëlqen, me njerë të vendosur më shumë, pastaj ta shikojmë kur të lyhem herët e tjera. Tani do presim entrin edhe do ikim. Sot, mbas disa ditësh, e di që unë me këto logët ju bëj lëmsh, sot nesër pas disa ditësh e tjera, por tani jam shumë mirë për të filluar sërish filmimet. Dje ishte diel, shkova votova, edhe është votën time. Më thoni ju në qoftë se votuat, ka votuat, asa bëj shaka, mos e tregoni ka votuat. Thjesht votuat. Unë jam kundër këtyre partive të mëdha, edhe kuptohet që vota ime ka qenë për partitë e reja për rinin. Edhe po, tani avash do filloj të bëjmë gati, sepse do dalim pak. Nuk kemi dalë gjithë të ditë, kështu që sot po themi të dalim pak.
mbasi shkojmë në Vlorë. Më ka shkuar mendja për picët e properi, kështu që besoj të shkojmë aty. Më ka ardhur edhe një pako nga Temu, edhe besoj që është pako me gjërat për Adrolën, për ditëlindje. Mezi po pres të shikoj, unë nuk është se kam shumë gjërat ajo pakoja, po që mezi po pres të shikoj gjërat për Adrolën. I thash Endri të shkoj të mamar, se Adrola po fle edhe është pak largë, unë nuk mund të shkoj sigurisht. Por që po, kështu, do filloj të bëjmë gati, të zgjet Adrola edhe të dalim. Ke kështu disket? Hola, qesh qik? Qesh moj? Shumë. Jo kështu. Kokoshta. Ka. Të lovi që babi e pre qiklogët e këto. Po, u kthyem, shkuam pak edhe te dyqani me 1500, më duheshin si këto, çantat e mëdha. Kam 2, po ndora që parë disa rroba, vetëm disa, që mund t'i kem kështu për t'u ndruar këto ditë. Edhe më duhet të bëj ndrimin e dollapit tamam, po do pres edhe pak, pastaj do e bëj. Më duheshin këto. Unë nisa t'ju tregoja për këto, edhe nese. Kishin ndonjë rroba shumë mirë, as terë, as shumë mirë. Kështu që mora edhe 2, besoj se do më dalim. Nëse nuk më dalim, kur shkojmë prap, do marr prap. Kështu. Shkojmë për grë pica, shkojmë për akullore, shkojmë te dyqani, edhe erdhëm në shtëpi se unë kisha ftohtë. Ndrisheshte me mua, më thoshte e ke vënë bluzën kështu për dekor. Edhe e vërtet është. Vetëm sa për dekor e kam thënë se nuk do e vishja. Nejse. Do shlyhemi të tjera edhe gjumë, se nesër në kopësht. Më erdhi dhe pako nga Temu, do ju flas nesër më shumë. Natën për sot. Prap nga dita tjetër, me pakon e Temut, ju thash dje që do ja tregoj për sot, edhe po. Nuk do ja tregoj të gjitha, sepse ato pak gjëra që kam marrë për ditëlindjen e Adrolës, do ja tregoj tek vlogu i ditëlindjes, që mos e bëjmë lemsh. Do u tregoj këto pak gjëra që kemi marrë për vete. Këto janë për ditëlindjen e Adrolës, edhe do u them për atë ditë. Pastaj, gjëja e parë, mora një palë sandale nga këto kështu si me rjetë, nuk e di në qoftë se i parasysh, kështu. Këto mbrapa vinë me elastik, janë shumë të lehta, edhe nuk e di sa do durojnë këto, por që kështu duken të lezetshme. I kam marrë numër 36, edhe do bëja mirë t'i merja 35, po më duke se nuk kishte, nuk jam e sigurt. Më rin pak të lirshme, por që të shikojnë. Tjetër, mora këtë kostume për Adronën, që ja vesha dhe dje kur ishim në Vlorë, është goxha i lezetshëm, por që në foto duke i copa disi më e plot, edhe këtu është, nuk e di në qoftë se keni parasysh të copën. I rini fix, tamam, si shtash ja vesha dje dhe duke shumë bukur. Bashkë me këtë jelekun, nisni ta më përthej. Ja dhe jeleku. E vetëm gjë që nuk më pëlqeu është që copa nuk është ashtu si duhet, plus këto qepjet, ja për shembull këtu nuk është se është shumë e mirë, shikoni se këtë. Edhe këtë e ktheva, më dhan lekët mbrapsht, e vadhe diçka tjetër që do t'ju tregoj tani. Më dhan direkt lekët mbrapsht, nuk më kërkuan që t'i ktheja këto gjëra që kisha bler. Këtë e ka shumë gjë të mirë, ama unë do ju thoja që të mos përfitoni shumë nga kjo, sepse ka dhe ndëshkime, mund t'ju bllokojnë accountin, mund t'ju bllokojnë kartën, edhe ju hapin të tilla probleme në qoftë se
bëni shumë marifete të tilla. Edhe po, mora dhe këto që do i provoj më vonë, janë thonjë, ngjitse që i than me atë furrën e thonjve. Edhe kam lexuar që zgjasin pak. Po se di, unë do i provoj edhe do ju them, ose do i provojmë bashkë më vonë, nuk e di. Por që të shikojmë si do jenë. Edhe këtu, ishte varsja e të cilën e ka vendosur, edhe këtë e ktheva, sepse ju e shikoni tani këtu rreth qafës, po kjo ishte e gjatë, edhe ishte deri këtu sa kjo varsja tjetër, unë e këputa dhe e bëra prapë kështu. Do me thënë, tek fotot e aplikacioni ishte kështu si çoker, por ishte e gjatë, edhe këtë e ktheva, nuk më kërkua t'i ktheja mbrapsh, edhe po, ktheva dy gjëra, më kanë kthyer lekët, do shikoj edhe këto gjërat e tjera që do më vinë, nëse nuk më pëlqen diçka do e kthej, e me ato lekë pas e të porosit diçka tjetër. Këto pak a shumë. Unë kam çora drolën te kopshti, kam bërë pak punët këtu e kam sjellë te rezi se gjithë darkën a drola e vën lëmsh. Pastrova pak edhe dhomën e gjumit, tani kam edhe kuzhinën, po do e pastroj më vonë kur të bëj edhe drekën, se ulova, dua të ulem të ri pak. Mora drolën te kopshti, kuam tek supermarketi tak, se më përshis si këto. E dija se kisha një pako në shtëpi dhe jo nuk e kam vetëm shumë pak. Për që nuk e dija do më dalë kjo një pako për t'i bërë, janë nga këto makaronat kaneloni, për t'i bërë me mish të grire, kam nxjerr aty të shkri, do i bëj pak më vonë që t'afroj të vi dhe Endri, shtam të ngrohtë. Kjo po ufto, pastaj me pana, nuk është më mirë. Mora një pana sepse një e kam te frigoriferi, edhe mora 2 Golden Eagle. Po mundohem të mos i pi, por që ndonjëherë kështu. Edhe fatura, mori edhe adrola një akullore. Këto. Ka ngasun? Jo, ti se bando. Kush tha? Babi, se bando. Hajtë të tjarë. Kje? Se ke thënë ti se bëj dotun. Tha babi që mami nuk e nket dot makinë. Po mami se bëndot? Babi, është qumë. Se girl nuk ngasin dot makinë? Jo. Jo, me ngasin me girl. 10% janë. Jo ngasin tjera të bëjnë sikur. E shkon si tallet babi? Vetëm babi është pilot. Po ikim te mami Endrit, unë dola me këtë bluzën kështu, nuk e di sa duket aty, po e kam tërë pika se që bëra drekën. Nejse, nuk do na shikoj njeri. Kam vendosur të këtë të undo, po Endri nuk e pëlqeu fare. Është që e mësuar që mbaj gjithmonë ato me gur të vogël, edhe kjo të bie pak më shumë në sy. Por që gjithsesi ai nuk e vurti re fare kur erdhi, kështu që më duket se e dha kot. Nejse.